Në një botë ku yjet ndërkombëtar shpesh ndihen të largët e të paarritshëm, ka momente kur një gest i vogël e i sinqert i kthehen ata në një pjesë të ngrohtë të realitetit tonë të përditshëm. Kështu ndodhi së fundmi me këngëtaren me prejardhje shqiptare Dua Lipa, e cila ndau me ndjekësit e saj një copëz intime nga jeta familjare, një mëngjes i zakonshëm në shtëpinë e prindërve të saj, por për shqiptarët një kujtim i pashlyeshëm nga fëmijëria. Nëpërmjet ngostimit të thjeshtë në Insta Story, ajo publikoi një foto të një mëngjesi tradicional shqiptar, suxhuk, vezë të fërguara, speca dhe petulla të freskëta, një kombinim që për shumë shqiptar nuk është thjesht ushqim, por një ndjesi e thellë e përkatësisë, kujtimeve dhe dashurisë që shpesh lidhet me duart e nënës në kuzhinë. Ajo shoqëroi foton me një mbishkrim po aq të thjeshtë, por të ngarkuar me emocion. Mëngjes te prindërit e mi. Ky postim i Dua Lipës mund të duket i zakonshëm për ata që nuk e njohin thellësinë e lidhjes që shqiptarët kanë me familjen, me traditën dhe me ushqimin e përgatitur në shtëpi. Por për shqiptarët në mbar botën, për diasporën që jeton larg vendit të tyre, për prindërit që e rritën fëmijët me shije të vogla, por të mbushura me dashuri, ky postim ishte më shumë se një foto, ishte një përqafim i ngrohtë, një thirrje nostalgjike drejt rënjëve. Dua Lipa, e lindur në Londër nga prindër shqiptar nga Kosova, ka qenë gjithmonë krenare për prejardhjen e saj. Ajo nuk ka hezituar kurrë ta bëjë të ditur se, pavarësisht suksesit ndërkombëtar, ajo është dhe mbetet shqiptare. Kjo dashuri për identitetin është reflektuar në shumë aspekte të karrierës së saj, nga tekstet e këngëve deri te përfshirja aktive në çështje që prekin Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi. Ky mëngjes i thjeshtë që ajo ndau është simboli i asaj që e bën çdo shqiptar të ndihet në shtëpi, edhe kur është në një cep tjetër të botës. Është kujtesa që pavarësisht sa larg të çon jeta, gjithmonë ka një vend ku gjithmonë i mirëpret, një tavolinë ku ushqimi shërbehet me zemër dhe një nënë që përgatit vezut dhe specat me dashuri të pafundme. Nuk është hera e parë që Dua ndan momente të tilla personale me ndjekësit e saj. Aktiviteti i saj në rrjetet sociale shpesh përfshin copa nga jeta e saj e përditshme, e cila ndon se e mbushur me ngjarje madhore, ruan një thjeshtësi që e bën atë të dashur për miliona fansa në mbar botën, e veçanërisht për shqiptarët që e ndjejnë si të tyren. Dua Lipa pritet të rikthehet në Kosovë këtë verë për të performuar për herë të tretë në festivalin Sunny Hill, i cili është themeluar dhe organizuar nga babai i saj, Dukajxhin Lipa. Ky festival është shndërruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në rajon, duke sjellë artistë të mëdhenj ndërkombëtar në Prishtinë dhe duke promovuar Kosovën si një qendër e re e muzikës moderne. Për shqiptarët, Dua Lipa nuk është vetëm një yll botëror i muzikës pop. Ajo është vajza që rikthehet në shtëpi, që ulet në tavolinën e prindërve dhe që ndan me botën bukurinë e thjeshtësinë shqiptare. Ajo është dëshmia se suksesi nuk e fshin rënjen, por mund ta ushqejë dhe ta forcojë atë. Në një kohë kur shumë të rinj shqiptar përballen me sfida për të ruajtur identitetin e tyre në diasporë, Dua Lipa është një shembull frymëzues se si mund të arrish majat pa haruar nga ke ardhur. Dhe ndoshta në mes të gjithë këngëve, çmimeve dhe skenave botërore, një mëngjes me suxhuk e vezë mbetet kujtimi më i bukur, sepse siç thon shqiptarët, ku ka më mirë se te shtëpia e prindërve. Dhe kur këtë e thot edhe vet Dua Lipa, zemrat tona arrahin pak më fort.